Ministrave u shijojnë të bëjnë qoka dhe kanë babëzi të hanë dardha, por frika nga prangat i ka tmerruar dhe po përdorin me varësi të njëjtin marifet delegimi firme, siç kryeministri Edi Rama përdor ndaj tyre për të ligjëruar pazaret. Të njëjtin marifet ka përdorur edhe ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj për të realizuar pazaret, pa lënë gjurmët e saj në shitjen e pasurive publike që janë piketuar për të privatizuar me çmime qesharake. Me autorizim numër 2006 datë 4 mars 2026, ministri Delina Ibrahimaj ka ngarkuar drejtoreshën e shitjes së pronave publike në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, Gensila Ilo, të urdhëroj, organizoj dhe finalizoj të gjithë procesin e shitjes së pasurive të shtetit. Në autorizimin e dhënë nga ministria thuhet, drejtoresha Gensila Ilo do të nënshkruaj të gjithë dokumentacionin që lidhet me procedurat e shitjes së pronës që privatizohet, shoqëruar me vulën e Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, do të administroj procesin e shitjes së pronës publike dhe marrëdhëniet me të tretët, do të përgatisë mbylljet e procesit të shitjes së pronës publike, nënshkrimin e kontratave të shitjes, legalizimin e kontratave, autorizimin për dorëzimin e pronës dhe verifikimin e sipërfaqeve të pronës shtetërore që do t'u kalojë në pronësi privatëve. Do të nënshkruaj korrespondencën me institucionet shtetërore, personat fizik dhe juridik për kërkesat që lidhen me konfirmimin e dokumentacionit dhe dhënien e informacionit për privatizime të kryera ndër vite nga ish Agjencia Kombëtare e Privatizimit, ish Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronës Publike, ish Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike dhe Drejtoria e Shitjes së Pronës Publike. Pra, pazaret për shitjen e pasurive shtetërore do të bëhen nga qeveria dhe klientët e saj me çmimet që u levertisin. Pastaj do dërgohen tek ministri Delina Ibrahimaj si kompetencë dikasteri, ndërsa procedurat, ankandet, kontratat me çmimet e paracaktuara dhe dorëzimi i pasurive tek privatët do të firmosen nga drejtoresha Gensila Ilo, e cila do të mbajë edhe përgjegjësinë ligjore. Ligji për funksionimin e administratës publike lejon vetëm delegim kompetencash me afat të caktuar, por jo kompetencat që specifikisht i takojnë ministrit. Në këtë rast, vendimi për privatizimin e pasurive publike është kompetencë e ministrit, ndërsa drejtorët duhet vetëm të zbatojnë urdhrin. Për të shmangur përgjegjësinë penale, ministri Delina Ibrahimaj nuk ka bërë delegim të përkohshëm për kompetencat që mund t'i zbatojnë varësit, por i ka dhënë autorizim me urdhër të përhershëm drejtoreshës Gensila Ilo që të kryejë të gjitha proceset e shitjes së pasurive. Sipas informacioneve, gjatë vitit 2026 janë piketuar për të privatizuar rreth 900 pasuri publike me çmime shumë të ulta. Marrëveshjet për to do të bëhen nga drejtuesit politik, ndërsa dokumentet do t'i firmos drejtoresha, e cila sipas ligjit do të mbajë përgjegjësinë nëse procedurat rezultojnë në shkelje.